se spoti për pavarësinë i përgatitur nga qeveria përmban vetëm elemente maqedonase. LSDM kërkon përgjegjësi për skandalin me flamurin. LSDM ngre alarmin për një ndotje të re të mundshme të ujit, thekson se është krijuar një deponi ilegale pranë burimit të Rashqes. Transportuesit paralajmërojnë protesta nëse nuk zgjidhet problemi i qëndrimit në zonën Schengen. Fondi i sigurimeve shëndetësore sqaroi se mungesa e sigurimit të disa punonjësve në MPB është për shkak të kontributeve të papaguara. Të ndëruar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Qeveria ka zgjedhur të paraqesë një version ekskluzivisht maqedonas në spotin për pavarësinë e Maqedonisë së Veriut. Ky është qëndrimi i BDI-s, e cila parti thekson se spoti është vetëm në gjuhën maqedonase. Artistët janë maqedonas, ndërsa nuk përfshihet as marrëveshja e Ohrit. Dokumenti që i dha fund konfliktit të vitit 2001 dhe vendosi themelet e karakterit multietnik të shtetit. Edhe 2 ditë pas publikimit të spotit për pavarësinë e Maqedonisë së Veriut nga kryeministri Kristian Mickoski vazhdojnë reagimet dhe kritikat. Bashkimi Demokratik për Integrim ka ndarë vërejtjet e tij për këtë spot. Kritika kryesore e tyre qëndron atë që, siç thonë shqiptarët, nuk ekzistojnë në rrëfim, ndërsa shtojnë se qeveria ka zgjedhur të paraqesë një version ekskluzivisht maqedonas të tij. Spoti është vetëm në gjuhën maqedonase. Artistët janë maqedonas. Në spot nuk ka marrëveshje të Ohrit. Dokumentin që i dha fund konfliktit të vitit 2001 dhe vendosi themelet e karakterit multietnik të shtetit. Nuk ka antarësimin në NATO, një nga arritjet më të mëdha strategjike të vendit. Nuk ka konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Ndërsa shqetësuese sipas tyre është edhe pjesëmarrja në spot e një prej figurave qendrore, Igor Durlovski, emër i cili lidhet drejt për drejt me ngjarjet e 27 prillit 2017, kur turma hyri dhunshëm në kuvent pas zgjedhjes së kryetarit të parë shqiptar të kuvendit. LSDM përveç që kritikoi spotin, i cili sipas tyre ishte më shumë promovim i VMRO-DPMNE-s se sa një video për 35 vjetorin e shtetit, ata kërkuan përgjegjësi edhe për skandalin me flamurin, i cili u paraqit në shënimin e pavarësisë që u mbajt në Ohër, ku në skenografi u shfaq flamuri me 12 rreze në vend të 8. Dhe në vend që të thoshin se kush është përgjegjës, në vend që të shpjegonin se sa para kushton ky poshtërim dhe më e rëndësishmja, në vend që të kërkonin falje qytetarëve që u apështruan ndjenjat, ndje u përpoqën të justifikonin me një shpjegim komik se ajo që pam në të ashtuquajturën flamur maqedonas ishte në fakt, besoni ose jo, një instalacion arti. Ndërsa VMRO u përgjigj përmes një komunikate duke thënë se LSDM përmes reagimeve të saj është kundër shënimit të pavarësisë dhe gjithçkaje që është në interes të shtetit. Përmbajtjen e spotit e kritikoi edhe Alianca për shqiptarët, nga është vlerësuan se është e papranueshme që një material zyrtar i financuar edhe nga taksat e qytetarëve shqiptar të ndërtohet mbi atë që e cilësojnë si narrativ një etnike, ndërsa kërkojnë të heqjen e spotit. Marrëveshjet, sado të drejta të jenë letër, mund të devijohen në praktik. Këtë e ka deklaruar zëdhënësi Vleni Driton Sulejmanin me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Sulejmani vlerëson se prova më e madhe që ka kaluar marrëveshja e Ohrit nuk është në nënshkrime që qëndrojnë poshtë saj, por tek mënyra se si ajo u përvetësua padrejtësisht nga një parti e vetme dhe u shndrua në kapital politik. Historia na mëson se marrëveshjet sado të drejta të jenë në letër mund të devijohen në praktik. Kështu deklaroi zëdhënësi i Vlenit Driton Sulejmani me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Sulejmani theksoi se kjo marrëveshje 25 vjet më parë e ndryshoi arkitekturën politike dhe juridike të shtetit. Ai tha se pikërisht këtu qëndron sprova më e madhe që ka kaluar marrëveshja e Ohrit, jo tek nënshkrimet që qëndrojnë në poshtë saj, por tek mënyra se si ajo u përvetësua padrejtësisht nga një parti e vetme dhe u shndërua në kapital politik. Ai tha se në emër të kësaj marrëveshje dhe ndaj sakrificës që qëndron pas saj, lindën njerëz të mpirë pas pushtetit. Në emër të kësaj marrëveshje dhe të sakrificës që qëndron pas saj, lindën koltukofag
njerëz të mpirë pas pushtetit. Në emër të saj lindën milioner, u ngritën biznese familjare dhe u ndërtua një sistem që u shërbente një grësht të vogël njerëzish. Marrëveshja e Ohrit nuk është tapi e BDI-s, nuk është pronë e Ali Ahmetit e as trashëgimi familjare e klikës së tij. Ajo është arritje historike e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. BDI-ja për më shumë se 2 dekada kishte pushtet deri në fyt. Kishte ministra, zëvendës ministra, deputet, drejtor dhe funksionar në çdo cep të shtetit. Po të donin, sot përfaqësimi drejt dhe adekuat do të ishte i garantuar me ligj. Decentralizimi do ishte çështje e kryer, por nuk e bën as njërën as tjetrën. Tutje, a i tha se vlenë nuk e kujton marrëveshjen e Ohrit vetëm kur vjen për vjetori, pasi për ta ajo është obligim për punë konkrete, ku thekson se po e bëjnë si asnjëherë më parë me mbi 1200 projekte. Të drejtat e shqiptarëve nuk shkojnë në opozit bashkë me BDI-n. As marrëveshjen e Ohrit nuk mund ta marrë Ali Ahmeti me vete në opozit. Kjo përrallë nuk pi më ujë. Vleni nuk e kujton marrëveshjen e Ohrit vetëm kur vjen për vjetori. Për ne, ajo është obligim për punë konkrete. Kjo do të thotë që përfaqësimi drejt dhe adekuat të mbrohet me ligj. Miratimi i këtij ligji nuk është vetëm zbatim, por edhe avancim i marrëveshjes së Ohrit. Do të thotë decentralizimi mirëfillt, me më shumë kompetenca dhe mjete financiare për komunët, gjë që po e bëjmë si asnjëherë më parë, me mbi 1200 projekte. A i tha se tashmë 25 vite më vonë është e koha t'ia rikthejë në dinjitetin marrëveshjes së Ohrit, jo vetëm si dokument juridik dhe marrëveshje që i dha fund konfliktit, por si arritje historike e shqiptarëve, e mishëruar në rendin kushtetues dhe si zotemi përhershëm për barazi. Në zonën e mbrojtur ekologjike pranë burimit të Rashqës, po krijohet një deponi ilegale. Këtë paralajmërim e ka bërë sot LSDM-ja, e cila ka paralajmëruar një katastrofë ekologjike në burimin nga i cili furnizohen me ura të pishëm kryeqyteti dhe rreth 25% e popullatës së vendit. Sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Aleksandar Sasha Dimitrijević në një konferencë për media ka deklaruar se një kërcënim i ri për ujin e pastër të pishëm po ndodh në zonën e mbrojtur ekologjike të Rashqës. Ai tha se në zonën e mbrojtur ekologjike pranë burimit të Rashqës po krijohet një deponi ilegale, nga i cili furnizohen me ujë të pishëm kryeqyteti dhe rreth 25% e popullsisë së vendit. Po ashtu ai shtoi duke thënë se për këtë katastrofë vëmëros dhe kryetari të komunës Orce Gjorgjevski nuk u duhet dron. Kush ka lejuar që një deponi e tillë ilegale të krijohet pranë burimit nga i cili furnizohet me ujë 1/4 e qytetarëve të vendit? Kjo është një kërcënim i drejtë për ujin e pishëm dhe për shëndetin e qytetarëve. Nga LSDM-ja theksuan se për më shumë se një muaj mbi 50 vend banime përfshirë edhe Gostivarin, po përballen me ujë të pishëm të pasigurt dhe të ndotur. Ndërkohë, Dimitrijević u drejtoi pyetje qeverisë dhe autoriteteve lokale se kush po e lejon këtë gjenocid ekologjik dhe se kush garanton se uji i pishëm në Shkup është aktualisht i sigurt. Shtabi lokal i krizave në Gostivar ka bërë të ditur se së shpejti pritet që të lejohet përdorimi i ujit në Gostivar. Koordinatori Zudi Xhelili tregoi se vendimi për heqjen e ndalimit të përdorimit të ujit të pishëm duhet të vijë pas një takimit të antarëve të shtabit qendror të krizave. Cilësia e ujit në ujësjellësin e Gostivarit është afër mundësisë së përdorimit dhe pirjes së sigurt, informon shtabi lokal i krizave, duke treguar se rezultatet e analizave mikrobiologjike janë të favorshme dhe matjet e fundit kanë konfirmuar se niveli i klorit po kthehet gjithashtu në kufijtë e lejuar. Koordinatori i shtabit lokal të krizave dhe antari i shtabit qendror, Zudi Xhelili, tregoi se vendimi për heqjen e ndalimit të përdorimit të ujit të pishëm duhet të vijë pas një takimi të antarëve të shtabit qendror të krizave. Rezultatet analizave mikrobiologjike kanë qenë të mira për një kohë të gjatë, por problemi ishte sasia e shtuar e klorit në ujë, i cili është përdorur për dezinfektim. Testet e fundit po kryhen pikërisht për të përcaktuar sasinë e klorit. Shpresojmë që në ditët në vijim, ndoshta nesër ose pasnesër, shtabi qendror i krizave do të takohet dhe do të informojë publikun se uji në Gostivar është padyshim i sigurt për t'u pirë. Ai konfirmoi se ndërkohë paralelisht me kontrollin e cilësisë së ujit, autoritetet po punojnë edhe për të stabilizuar
stabilizuar furnizimin me ujë në zonat ku ende ka presion të ulët ose mungesë uji. Po punohet intensivisht për përfundimin e rezervuarit në fshatin në Banjisë e Epërme, i cili do të përmirësojë ndjeshën furnizimin me ujë në pjesën jugore të komunës, që përfshin vembanimet, Banjisë e Epërme dhe poshtme, Ciglana, Fazaneria, ku furnizimi është i kufizuar gjatë ditës. Ndërkaq, probleme ka edhe me furnizimin me ujë në fshatin Debreshe, ku një pjesë e fshatit ka furnizim të kufizuar, ndërsa njëra po përballet me mungesë uji. Situata në komunën e Gostivarit po ka përcehet duke furnizuar me ujë nga autovotet dhe uji i paketuar po shpërndahet qytetarëve. Sot ekipet e ekspertëve morën mostra uji në 7 pika në të gjithë qytetin në mëngjes dhe i dërguan për testim. Shoqata transportuesve nga Ballkani Perëndimor kanë paralajmëruar se do të mund të nisin protestat nga 1 shtatori në rast se nuk do të arrijnë marrëveshje me Brukselin për kërkesat e tyre. Transportuesit nuk kërkojnë ndryshimin e marrëveshjes për qëndrimin në zonën Schengen, por kërkojnë zbatimin e një trajtshëm dhe konsekuent sipas të cilit në zonën Schengen mund të qëndrohet maksimumi 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Zgjidhje nga Brukseli ose në të kundërtën protesta nga 1 shtatori. Kështu paralajmërojnë nga shoqata transportuesve nga Ballkani Perëndimor. Ata do të presin takimin në Bruksel të saktuar për 1 shtator, ku pritet të diskutojnë me përfaqësuesit e Komisionit Evropian për problemin e qëndrimit të shoferëve profesionistë në zonën Schengen. Në takimin e sotëm në Shkup, ata thanë se nuk duan të protestojnë, por nëse nuk gjendet një zgjidhje, do të detyrohen të ndërmarrin një hap të tillë. Sekretarja e përgjithshme e Asociacionit të Transportuesve Makam Trans, Biljana Muratovska, tha se transportuesit duan të shmangin pengimin e transportit dhe pasojat për ekonominë. Ne nuk duam të i shkaktojmë dëmaskujt, as bashkimit Evropian, as shteteve tona dhe më së paku vetes transportuesve, por nëse detyrohemi do të organizojmë protesta, me të cilat edhe një herë do t'u kujtojmë të gjithëve se ekziston një problem që duhet zgjidhur. Ndërkaq, Nedio Mandic nga Serbia tha se transportuesit të shpresojnë se në takimin në Bruksel do të arrihet një marrëveshje pasi siç tha, protestat nuk janë në interes të askujt. Si transportues nuk duam të protestojmë sepse kjo reflektohet në gjithë shoqërinë, por nëse detyrohemi do duhet të dalim në protesta. Sinqerisht shpresojmë dhe dëshirojmë që kjo të mos ndodhë. Transportuesit nuk kërkojnë ndryshimin e marrëveshjes për qëndrimin në zonën Schengen, por kërkojnë zbatimin e një trajtshëm dhe konsekuente të rregullt, sipas të cilit mund të qëndrohet maksimumi 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Ata kërkojnë që të mundësohen 90 ditë të plota, si dhe të përcaktohet një afat i saktë për zgjidhjen e problemit. Ata shtojnë se problemi tashmë po ndikon në sektorin e transportit, pasi sipas informacioneve të tyre, rreth gjysmë shoferëve refuzojnë të udhtojnë për shkak të pasigurisë me të cilin përballen në kufi. Transportuesit theksojnë se problemi prek rreth 17.000 shofer profesionist nga maqenia e veriut, ndërsa në nivel të Ballkanit Perëndimor numri arrin në rreth 100.000 shofer. Në Ministrinë e Brendshme janë regjistruar punonjës janë rikthyer në punë bazuar në vendime gjyqësore. Për disa nga këto individ, pagesa e duhur e kontributeve të sigurimit shëndetësor për periudhën për të cilën ata janë regjistruar aktualisht nuk është evidentuar. Fondi i sigurimeve shëndetësore ka sqaruar se sigurimi shëndetësor i këtyre personave do të aktivizohet automatikisht pas evidentimit të kontributeve të paguara. Fondi i sigurimit shëndetësor thotë se problemi me sigurimin shëndetësor të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk është si rezultati problemeve teknike ose ndërprerje e sistemit të fondit, por atyre nuk u janë paguar kontributet. Ata sqarojnë se sigurimi shëndetësor aktivizohet automatikisht pas evidentimit të kontributeve të paguara. Siç bëjnë me dje, përfaqësues të fondit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme janë në koordinim për realizimin e procedurave të nevojshme për tejkalimin e situatës në kohë sa më të shkurtë. Sipas të dhënave të regjistruara në sistem, në Ministrinë e Brendshme janë regjistruar punonjës që janë rikthyer në punë bazuar në vendime gjyqësore. Për disa nga këta individ, pagesa e duhur e kontributeve të sigurimit shëndetësor për periudhën për të cilën janë regjistruar aktualisht nuk është evidentuar. Sindikata e pavarur e policisë thotë se po përcjell me vëmendje situatën dhe se gjatë ditës do të kërkojnë që Ministria e Brendshme të reagojë.
Ne vlerësojmë se situatat të tilla janë të papranueshme dhe nuk duhet të përsëriten në Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe Pensional, veçanërisht kur bëhet fjalë për sigurimin shëndetësor për zyrtarët policor. Mediat raportuan se prej dje të gjithë të punësuarit në MPB nuk kanë sigurim shëndetësor, janë kthyer nga kimioterapia, nga procedura diagnostikuese, laboratorët me sqarim që duhet të paguajnë privat ose të presin që situata të rregullohet. Në këtë fat janë regjistruar 1328 nxënës për maturën shtetërore, 126 për atë profesionale dhe 6 për maturën artistike. Nesër do të jepet provimi zgjedhor, matematik ose anglisht, ndërsa më 14 gusht gjuha amtare do të jetë letërsia. Provimet do të zhvillohen në Shkup, Tetov, Prilep dhe Shtip në gjithsej 8 lokacione. Në mesin e kandidatëve janë edhe 226 maturantë të cileve u ishte anuluar provimi në qershor për kopjim. Në qershor nota mesatare e maturës ishte 3.66, ndërsa për maturën shtetërore 3.62. Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të pakta deri në mesatare. Do të fryejë erë dobët deri në mesatare, ndërsa për gjatë luginës së Vardarit her pas here do të jetë më e fortë nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të jetë nga 14 deri në 20 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 35 deri në 40 gradë. Sipas parashikimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, mot shumë i nxehtë me vranësira të pakta deri në mesatare do të vazhdojë edhe të mërkurën. Të njëjtën dhe të premte në disa vende do të ketë mot të paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm, erë të fortë dhe bubullima. Her pas here këto procese do të jenë në formën e stuhive, ndërsa temperatura do të ulen me disa gradë, njoftoi Drejtoria për çështje hidrometeorologjike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas idesë së përsëritur të Serbisë që të ndërrohet rrjedha Ibrit. Sipas tij, lumi i Ibër do të vazhdojë të rrjedhë sipas gjeografisë dhe jo folklorit. Sipas Ramës, pikërisht për situata të tilla ekziston e drejta ndërkombëtare për ujërat. Serbia e humbi Kosovën. Përsëritja se nuk e humbi ndoshta mund të kthejë humbjen në fitore në gjeografinë e imagjinatës politike, por fatkeqësisht hartat janë më pak tolerante. Territori i Republikës së Kosovës nuk është territor serb dhe burimet natyrore që ndodhen brenda tij nuk janë burimet e Republikës së Serbisë, ka theksuar Rama. Ai ka ritheksuar se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë përkrah Kosovës dhe Republikës së saj, jo vetëm për shkak të historisë, gjuhës dhe lidhjeve familjare, por edhe sepse, siç është shprehur, një Kosovë e lirë, demokratike dhe e sigurt është një shtet legjitim europian dhe pjesë e domosdoshme e stabilitetit të rajonit. Katari tha se negociatat midis Iranit dhe Omanit mbi marrëveshjet për ngushticën e Hormuzit kanë arritur në fazë të avancuar, duke shprehur shpresën se rruga strategjike ujore do të rihapet sa më shpejt e jetë e mundur. Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit Majid Al Ansari tha se bisedimet janë në një pikë kritike dhe theksoi se Doha mbështet të gjitha përpjekjet që synojnë uljen e tensioneve në rajon. Si ndërmjetës, ne duam që ngushtica e Hormuzit të rihapet sa më shpejt të jetë e mundur, tha Ansari. Ai tha se Katari po i ndjek nga afër negociatat dhe mbetet mbështetës i përpjekjeve diplomatike për të arritur një marrëveshje. Një gjykatë siriane ka dënuar me vdekje në mungesë ish diktatorin e rrëzuar Bashar al-Assadin pasi e ka shpallur fajtor për kryerjen e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit gjatë luftës civile në vend. Ky është dënimi i parë ndaj Assadit, i cili është arratisur nga Damasku drejt Moskës së bashku me familjen e tij, pasi regjimi i tij u rrëzua në dhjetor 2024, duke i dhënë fund sundimit 5 dekadësh të familjes së tij. Ky nuk është veprimi i parë i ndërmarrë kundër Assadit nga udhëheqja e re e Sirisë. Një urdhër arresti është lëshuar ndaj tij dhjetorin e kaluar nën akuzat për vrasje dhe torturë. Ai është larguar drejt Rusisë, ndërsa forcat në drejtimin Ahmed al-Sharas
Tashmë presidenti i Sirisë morën pushtetin në fushat të shpejtë 11 ditore, e cila rrëzoi dinastinë Asad. Që atëherë qeveria e re ka arrestuar një numër të madh ish zyrtarësh dhe pjesëtarësh të forcave të sigurisë, megjithëse shumica e figurave të larta të regjimit të vjetër përfshirë vetë Asadin vazhdojnë të jenë të paarritshëm në Rusi. Mira pacientë në rripin e Gazës janë ende në pritje të evakuimit mjekësor pavarësisht armëpushimit, tha sot zëdhënësi i organizatës botërore të shëndetësisë Tarik Jasharević. Në një përgjigje me shkrim për Anadollun, Jasharević tha se 12.913 pacientë, përfshirë 6.186 fëmijë, ishin evakuar nga Gaza që nga tetori vitit 2023, së bashku me rreth 16.000 shoqërues. A i tha se evakuimet mjekësore bëhen aktualisht 3 deri në 4 herë në javë. Javën e kaluar nga 2 deri më 8 gusht, 101 pacient dhe 164 shoqërues u evakuan, tha Jasharević, duke theksuar se mira pacient janë ende në pritje të evakuimit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha më parë se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më dhjetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 1.258 njerëz dhe kanë plagosur 4.145 të tjerë. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.